SPA ka dalë me detaje të reja lidhur me vrasjen e Edmir Bregut, i njohur edhe si Ilir Kuçi, e ndodhur me 24 janar të vitit 2021 në qytetin e Durrësit. Sipas hetimeve, prokuria dyshon se ngjarja është urdhëruar nga Astrita Vdylaj, aktualisht në Shili, si akmarrje për tentativën e vrasjes së nipit të tij. Koordinatori i operacionit rezulton të ketë qenë Ene Akume, ndërsa për ekzekutimin janë akuzuar shtetasit Edmir Dedja dhe Alfred Doko. Por në momentin e operacionit të zhvilluar nga SPAK në Durrës dhe Shijak, të dy ekzekutorët nuk u arrestuan. Njëri prej tyre, 29 vjeçari, Ermir Dedja, është vrarë në një atentat të mirëorganizuar në Durrës me 19 maj të këtij viti. Dedja, i njohur si antar i grupit të Vdylajve dhe sapo i kthyer nga Gjermania, u qellua për vdekje me armë zjarri në lagjen numër 18 të qytetit bregdetar. Autorët e atentatit u larguan me një automjet tip Seat, i cili më pas u gjeti djegur në fshatin Gërdec në Tiranë. Fillimisht hetimet e policisë ngritën dyshime se ekzekutimi i Dedjas lidhet me prishjet e pazarit të drogës në Gjermani, ndërsa në kërkim u shpall një shtetas maroken dhe një shqiptar. Dy persona të tjerë u arrestuan pasi dyshohet se kishin kontrabanduar automjetin e përdorur për krimin. Megjithatë, zhvillimet e fundit të SPAK-ut që e lidhin drejt për drejt me ekzekutimin e Edmir Bregut në vitin 2021 shtojnë një pistë të re të fortë të hetimeve, atë të zinxhirit të akmarrjeve brenda grupeve kriminale në Durrës. Ky element pritet të jetë kyç për hetimin e mëtejshëm mbi përplasjet e ashpra mes bandave që operojnë në zonën bregdetare.